Korwatch është një iniciativë udhëhequr nga GLPS në bashkëpunim me GAP dhe INDEP që po implementohet tash 3 vite me mbështetjen e ambasadës britanike në Prishtinë. Përgjatë kësaj kohe, Korwatch ka monitoruar 109 procedura të rekrutimit, 55 aktivitete të prokurimit publik, duke siguruar kështu ligjshmëri dhe meritokraci si në rastin e konkursit për sekretar në Ministri të Bujqësisë, Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, FSK e shumë procese të tjera. Përfshirja e Korwatch përmes monitorimit të proceseve të rekrutimit në pozitat publike ka kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritje të transparencës, në krijimin e kulturës së meritokracisë, në përgjegjshmërinë për zbatimin e akteve normative në procedurat e rekrutimit, po ashtu ka kontribuar edhe në parandalimin e korrupsionit dhe nepotizmit, gjithashtu në fuqizimin e demokracisë dhe në fund ofrimin e shërbimeve sa më kualitative për qytetarët e këtij vendi. Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik në partneritet me Korwatch, të mbështetur nga Ambasada Britanike në Kosovë, përmes një qasje të strukturuar, ka bashkëpunuar ngushtë për të forcuar transparencën dhe llogaritënien në prokurimin publik. Përmes punëtorive dhe forumeve të përbashkëta, kemi avancuar kapacitetet profesionale, duke sjellë praktikat më të mira për të bërë sistemin e prokurimit publik më të hapur, më efikas dhe më të qëndrueshëm. Në prokurimin publik kemi denoncuar raste siç është ndërtimi i rrugës Prishtinë-Podujev, furnizimi me tekste shkollore te mashti dhe furnizimi me ushqim për nevojat të FSK-s. Atë që e karakterizon projektin Korwatch është puna ndërtuar mbi bazë të rezultateve konkrete, si dhe mirëbesimi ndërsjellët me institucionet publike me të cilat ne kemi punuar gjatë këtyre 3 viteve. Këtu përfshihet ngritja e nivelit të transparencës tek ndërmarrjet publike, përfshuarjen në një ndërmarrje publike e cila ka qenë jo funksionale, publikimin e vendimeve të bordit të ndërmarrjeve publike, reformat në kompaninë rajonale të ujit KRU Prishtina. Gjatë këtyre 3 viteve kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me Korwatch. Çfarë e ka bërë këtë bashkëpunim më me vlerë është qasja profesionale që ka treguar Korwatch dhe jo vetëm në monitorimin e punës së bordit, por po ashtu edhe në krijimin e mirëbesimit reciprok, po ashtu transparencës si dhe ngritjen e kapaciteteve të ndërmarrjes. Në përpjekjen tona për të forcuar transparencën dhe llogaridhënien, Korwatch kanë qenë të parë dhe të vetmit nga shoqëria civile që në nivel komunal dhe qendror kanë marrë pjesë drejt për drejt duke monitoruar grantet si dhe subvencionet nga Ministria e Bujqësisë dhe Plotërisë dhe Zhvillimit Rural. Përpas kësaj, ata kanë qenë të vetmit që kanë marrë pjesë drejt për drejt në komisionet gjatë ndarjes së pagesave, gjithashtu dhe përfshirë dhe vizitat në terren. Sa i përket Ministrisë së Kulturës, në aspektin e granteve dhe subvencioneve, një reformë thelbësore ka qenë intervenimi ose avokimi i Korwatch në digitalizimin e procesit të granteve dhe subvencioneve, i cili proces rregullon shumë procese të tjera brenda fazës së aplikimit dhe shqyrtimit të aplikacioneve. Ne nëpërmjet formës së avokimit tonë të vazhdueshëm, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për herë të parë ka publikuar listën e plotë të licencuarve për hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për më tepër duke ndikuar edhe në pezullimin apo heqjen e licencave të personave të cilët nuk përmbahen kritereve ligjore. Kontributi i projektit Korwatch ka qenë tepër i rëndësishëm për ZRA-n, siç e dini, ZRA-ja rregullon një fushë specifike dhe komentet dhe sugjerimet e marra përmes projektit Korwatch kanë qenë shumë të rëndësishme për ZRA-n dhe sektorin e energjisë. Gjithashtu, ne në proces të liberalizimit të tregut, ne konsiderojmë që mbështetja dhe monitorimi i këtij procesi përmes projektit Korwatch është tepër i rëndësishëm si për ZRA-n, gjithashtu edhe për sektorin e energjisë. Korwatch përmes mbështetjes direkte të institucionet dhe bashkë me to ka arritur që të vendosë praktika të mira, të identifikojë dhe të adresojë probleme sistematike të institucioneve tona publike.